Selam aleikum. Mirë se erdhëm podcastin e radhës. Erdhëm sa shpejt po ikin këto ditë. Është e vërtet, lutemi herë që vëllezër dhe motrave edhe ne, gjithë ibadetet që i kemi bërë, Zotit na i pranoj. Doja të bëja një lutje për gjithë ato imam, për gjithë ato që shërbejnë nëpër xhamia, gjithë ato që këndojnë Kur'an, gjithë ato që flasin. Zoti ja shpërblef se ato po i ndriçojnë xhamiat dhe njerëzit që po shkojnë po gjejnë shërbim të mirë. Zoti ja dhon shpërblim atyre imamëve, hoxhallarëve, teologëve në këtë botë edhe në botën tjetër. Ne fillojmë, jemi në Instagram, në Facebook, jemi në TikTok, brenda mundësisë. Ja tani më duket se u futëm në Facebook. A pati problem? Ha? Brenda mundësisë bëni shpërndarjet, sepse kam përshtypjen vëlla që nga koha kur fillojmë dhe deri po them ndoshta një javë afërsisht me llogaritë që kam bëu, një podcast shikohet 300 deri në 500 herë. Po kam përshtypjen që mas i far kohe, po themi deri afër Ramazanit tjetër, një podcast shkon afërsisht 500.000 shikime. Duke pas parasysh Facebookun, Instagramin, kohën që shihet live dhe në kohën që shikohet mbrapa, sa ajo i ndan, dhe TikToku, besoj që plus dhe YouTube, afërsisht 500.000 vetë, prandaj dhe ato që e shpërndajnë e shtojnë numrin, edhe Zoti na e pranoft një vepër të mirë vetëm për madhështinë e Tij, dhe jo për të duk ne ose për të pasur sa vetë po e shikojnë, sepse pastaj çdo vepër që nuk bëhet e sinqert në emrin e Zotit kthehet në pluhur dhe është e pavlerë. Zot na fal. Shumë e kërkojnë këtë selam aleikum, një podcast për krye engjëllin Xhibril. Po shumë e kanë kërkuar, kështu që ndash Zoti do ta mbajmë. Nuk e di a keni pas ndonjë përjetim sonte, megjithëse ka qenë nata e 24-t, pra natë çift, po gjithsesi nëse na shkruanin çfarë xhamie jeni falur, nëse keni dalë apo jeni falur në shtëpiat e juaja, Zoti ja u pas pranuar. Nëse jeni falë me ndonjë xhami, thjesht na thoni. Tani do t'i lexojmë për shembull edhe në koment që kanë një vretje me kënaqësi. Me drejt. Vretjet na bëjnë më mirë se sa lavdërimet. Arbri sa Behari thot, thot, po përse nuk na lajmërohet me status përpara që jeni live thot. Po. Drejt ka. Zoti ja shpërbleft. Tu e marr unë përgjegjësinë. Zoti ta shpërbleft. Thash se po na shan valla, po ai po na lavdron me stil. Jo, tamam ka drejtë, pse s'keni lajmëruar thot. Unë thash se na ka shajtë një, ajo na bën mirë. Se vetëm lëvdata, lavdërime bëhet njeriu i keq, llastohet njeriu po t'i ecin gjërat mirë të gjitha. Një diçka që ty më pak natyrshëm se sot të flasim për Dexhalin në një formë që trajtohet pak në mënyrë më interesante se ajo klasikja e trajtimit të Dexhalit. Sido që trajtohet, duhet kuptuar që është një lloj përgatitje që njeriu mos bëj viktimë e tij. Kështu që qoftë formën klasike, qoftë formën bashkohore, qoftë në formën e konceptit të ardhmes, Dexhalli na shërben shumë për të mbrojtë se mos të bëjmë viktimë për të adhuruar atë si Zot edhe për të shkuar përjetësisht në zjarrin e xhenimit. Duhet ndalem pak tek se tipo sqaroi dhe po flisi që në fund fare shohim 500.000 300.000 afërsisht shkon po statistik. Jo, po e ke tamam se 200 sa shkojnë në Facebook, me gjithë Instagramin që është parë live, pastaj më mbrapa, me gjithë YouTube-in, me gjithë TikTok-in, në gjitha e kapin këtë shifër. Teknologjia në këtë rast në shërbimin e të mirës. Po, ne kemi theksuar dhe më përpara që domethënë bota në kohën e Dexhallit, ne nuk po themi që është përgatitur për atë. Çdo avancim dhe çdo e mirë, edhe fakti konkret, që përpara ka qenë shumë e vështirë që një ligjërat ta shikojmë 500.000 vetë. Për këtë arsye, në këtë sens, zhvillimi i botës dhe ne muslimanët kemi dhënë neve kontributin ton për të zhvilluar bota në këto përmasa që është sot. Ne po themi kur ky zhvillim i madh manipulohet nga dikush dhe pastaj i bën dom botës e kthej atë në diktatoriale, se Dexhalli këtë synim ka. Dvi në fillim si shpëtimtari, pastaj thotë jam pejgamber dhe pastaj thotë unë jam Zoti. Po ja usolla juve gradualisht, derisa ta kuptoni që unë jam Zoti. Dhe njerëzit shumica do ta adhurojnë atë si Zot, që do të thotë që do shkojnë të dënohen në zjarrin e xhenimit. Është interesante.
thot përsëri ky arbri thot la ilaha illallah, Allahu është përbleft pa mas në dy botët. Amin, Allahumme. Amin. Arbër, kushdo është i lirë që na vjen pa në diçka se qëllimi është gjithmonë. Jo, na nderoni. Na nderon tamam. Megjithëse me Islam ka një gjë që edhe këshilla duhet dhënë në mënyrë individuale, për shembull me shkruajt numër personal, po edhe publikisht vetëm mirë na shërben se Omeri radhiyallahu anhu thoshte ku janë njerëzit që po mkshillojnë se ato i dua shumë. Se njeriu po i bëre qefin gjithmonë, shkatërrohet dhe bëhet si fëmia që ledhatohet pastaj dhe i ndodhi sprove dhe s'ka don si individ. Kështu që Zoti inshallah na boft si sura Asr e këshillon njëri tjetrin për të vërtetën dhe të jenë durush. Për të hyrë gradualisht në temën që kemi. Dalja e Dexhalit fillon në fillim fare me aspektin kohor të tij. Që do të thotë, në fillim fare kemi një sinjal që e huton domethënë audiencën në gjithë aspektin. Thotë një ditë thot, sundimi një dite do të jetë sa një vit. Si ta kuptojmë? Po. E para është që çfarë thot Dexhal. Dexhal do të thotë një njeri që mashtron të tjerët. Pra në aspektin e tekstit edhe në aspektin gjuhësor do të thotë mashtrues. Kristianët e njohin si antikrishti. Pra nëse Isai ishte i vërteti, ky është antikrishti e kundërta e Isait dhe Jezusit, por që bon sikur është i mirë. Kurse Isai ishte realisht i mirë dhe ato e quajnë antikrishti, ne e quajmë Mesihit Dexhal. Mesihu Dexhal, domethënë Mesihu i rrejshëm. Dhe çdo gjë që ai bën, fillon me gënjeshtër dhe mbaron me gënjeshtër. Ajo që ju thatë nuk është aspekti kohor tekstualisht, po ajo është një avancim i shkencës dhe i zhvillimit njerëzor në atë kohë që do ndodhin çuditëra të mëdha. Unë kam kërku për këtë transmetim, kam parë një uri shkencore aq sa kam pasur mundësi, dhe kjo është një gjë që shkenca nuk e ka as në plan. Që një ditë të bëhet si një vit. Pejgamberi alayhis salam ka thonë një hadith dhe kjo është e saktë. Ka thonë kur vjen Dexhali do të rri 40. Flitet për 40 ditë. Një ditë do të jetë si një vit si ja llogarisni ju. Një ditë tjetër do të jetë si një muaj. Një ditë tjetër do të jetë si një javë dhe ditët e tjera do jetë si ditët që ju jetoni. Tani, kush është komenti? Komenti i bie diku një vit e pak. Më thënë gati 3-4. Por është një hadith tjetër që thotë 40 dhe mendohet që mund të jetë edhe 40 vjet. E kupton? Po, siç vjen edhe Isai 40 vjet, edhe Dexhali 40 vjet. Pra, kur pejgamberi alayhis salam thotë një ditë si një vit, pra tregon që gjërat kanë ndryshuar shumë. Dhe e kanë pyetur sahabët, shife ku e kanë pas mendjen shokët e vet. I kanë thonë i dërguari i Zotit, në ato kohë që do jetë një ditë si një vit, si do i falim ne namazet? Shive ku i rinte mendja, për t'ju falë të madhit Zoti qofshim falë. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë mos u mërzitni, se ju do t'i përcaktoni në atë kohë ashtu siç duhet. Pra ju muslimanë që do vinë, do t'i përcaktojnë sipas situatës që do t'i vi. Pra pejgamberi alayhis salam ka thonë dy gjona për Dexhalin, shumë interesant. Në një ka thonë, unë di më shumë se ç'din ai për vetë në vetë. Subhanallah. Po pejgamberi duke qenë se koha do të ndryshonte kaq shumë, ka dhënë vetëm disa sinjale. Para se të pyetja për Dexhalin, isha, domethënë, kjo më lindi si ide desha me të ngacmu. Elvis Naçi ke lindur në 1500 ose në 1200. Di në të ardhmen që do i flasësh njerëzve në podcast dhe do të dëgjojnë ty tani 5000 veta live ose gjitha. Si do ja shpjegoj atyre njerëzve përpara? Po, shumë e saktë. Dhe pejgamberi ja ka thonë troç. Unë e para, domthonë ka dy gjona. E para ka thënë unë di më shumë se vetë Dexhalli se çfarë do t'i shtrohet atij ose çfarë do të kalojë ai në të ardhmen. Një. E dyta ka thonë unë nuk po ju tregoj më për te, se pastaj nuk do e logjikoni edhe Zot na fal do ta mohoni. Se imagjino tani ku po shkon shkenca. Dhe imagjino se ku do shkojë, për shembull, shkencëtarët e kanë ndarë deri në 2030-ën, është hapi i parë gjigant
i ecurisë njerëzimit. Pra kur filloi interneti, filloi celulari e me radhë, ishte hapi parë deri në 2030-ën. Në 2030-ën deri në 2070-ën do ketë ecuri tjetër mesatare po shumë të madhe për njerëzimin. Kurse nëse s'ka luftra dhe s'ka probleme, 2070 dhe 2100 nuk do njihet më fare njeriu që është sot. Nëse po flas ecet me këto hapa. Për këtë arsye si t'ia shpjegonte? Do jemi ne do quhemi të prapambet. Jo, po ashtu shkon. Po. Ashtu shkon. Po jo, shkon po gjithë pjesa përpara për shumë 2000 vjet ka një evolim shumë gradual. Dhe kur flasim për 30 vjet të dukesh i prapambetë shumë shpejt. Po, ashtu që për shembull në fund 1900-s, kur hyri avioni, po revolucioni industrial. Nga kali shkoi ka avioni. Domethënë shumë shpejt ndryshoi. Neve për shembull na kapi celulari dhe interneti, gjithë bota në dorë është e tmerrshme, po ne tham radhë se kaloi që i madhi Zot e ka bërë njeriu të përshtatshëm. Dhe për kësaj njeriu ka vazhduar ekzistencën e vet dhe vazhdon ta ketë çdo gjë i vjen natyrshëm. Pse i vjen natyrshëm? Ata japim përgjigje pse i vjen natyrshëm? Po tishim ne, jemi këtu dalim me univers tjetër, nuk vjen natyrshëm në univers tjetër. Ky univers është në harmoni me njeriu si krijesa më e lartë. Çfarëdo që do ndodhi në 7 qejt që u krijuan mbas Big Bangut, neve do të na vijë natyrshëm, se ne jemi pjesë e saj. Si po thonim në një ditë ne atomet tona para miliarda vjetësh kanë udhëtuar nëpër univers. Në një kohë caktuar pastaj kur është krijuar njeriu janë bë pjesë neve njerëzve. Pra, ne jemi pjesë e këtij universi. Kufiri i fundit i universive është si drejtul Muntaha? Është jo 7 qejt, pastaj janë hapësira të tjera. Andej hutohesh. Andaj thot atë shikimi i tij se e kaloi. Po, vetëm ai e përballoi. Po ta shohësh dhe Ibrahimi alayhis salam ishte në qiellin e 7. Pra, parë në këtë këndvështrim, ne duhet të themi që profeti e ka shpjeguar Dexhalin me shumë delikatesë. Sepse flitej për shkak çfarë ka thënë? Nuk ka ngjarje më të madhe, ngjarje më e madhe se Sulejmani. Do thosh ti pa i boni lutjen, është kështu apo jo? Ai tha nuk do të ketë asnjë njeri që do ta ketë pushtetin që kam unë. Kurse Dexhalli nuk e ka pushtetin e vet, ka derdhjerë gjithë shkenca dhe ai e përfiton në fund. Po do jetë më e madhe, sepse lutja e Sulejmanit specifikohet me atë që ka thënë pejgamberi, pra përjashtohet. E ke parasysh çdo rregull ka përjashtim. Pejgamberi jon alayhis salam ka thonë nga Ademi derisa të shkatërrohet kjo botë nuk ka ngjarje më të madhe se sa Dexhalli. Pra gjërat që do ndodhin atëherë si shpejshojnë. Si formë sprovës. Sprovë dhe teknologji e jashtëzakonshme. Tani imagjino, sot un kam kërku se për hadithet që do flasim sot për Dexhallin, neve mundohemi që të gjejmë diçka bashkohore. Kjo që ju e thatë, një ditë sa i vit, një ditë sa i muaj, një ditë sa i javë, kjo s'ka përcaktim. A do ngadalësohet toka, më fal. A do ngadalësohet toka, siç janë për shembull planetet tjera sistemi diellor, që shkon një vit nata, një vit dita. Po, thuhet domethënë se ka pastaj planetet e tjera që bëjnë rrotullimin mbrapsht, qëndron një moment pezull dhe pastaj kthehen në rrotullimin. Ai është dielli nga perëndimi. Jo, po flas rrotullimi bëhet shumë ngadalë. Jo, para se të ndodhi ky rrotullimi, qëndron një moment toka, domethënë planetet në këtë lloj forme, kështu siç. Po, ke për shembull planetet sistemi diellor që lëvizin shumë ngadalë. Dhe duke lëviz shumë ngadalë, faqja që është përballë diellit rrin një kohë gjatë ditë. Ana tjetër është koha gjatë natë, kurse toka e bën rrotullimin për 24 orë, prandaj kemi ditë dhe natë. Ky është perfeksioni i tokës. Tani, a do të mund të ketë shkencërisht për shembull diellin që po mundohen ta bëjnë kinezët ose diçka tjetër që mund ta krijojë edhe teknologji. Edhe mund vike kjo. Pra mundet që toka të rrotullohet më ngadalë. Po supozojmë tani, ja. E dyta mund të jetë fjala asaj që ne kemi fol shumë shpesh në këtë podcast dhe un jam i kënaq që ne nuk po flasim gjërat të vobekta në këtë podcast, se po përdor këtë shprehje. Për shembull, po më thoshte një më çoj një mesazh. U kënaqa. Më tha që babai im era parë që agjiron këtë vit. Po kuptohet e ka filluar pak me siklet, normal tani se edhe në mosh. Por e di çfarë më thoshte? Tha më thon drejtë, unë i thash dëgjoje podcastin live. Për Zotin tha, ka ndryshuar babai gjithë idenë se ç'është është Islami. Allahu Akbar. Kur kanë dëgjuar tha për pejgamberët, ka dëgjuar që lidhjen me shkencën, ka dëgjuar për Sulejmanin, ka dëgjuar për Jusufin, raportet sociale, ka dëgjuar që ato ishin njerëz të mençur, ishin njerëz të sinqertë, kishin zemrën të bardhë si bora, megjithëse i bëi padrejti ato e kthenin me të mirë. Atëherë ka ndryshuar komplet idenë dhe kishte thonë një shprehje. Gjinafën pas ka ikë ata kot. Allah. Po për Zotin ashtu është për gjithë ne. Ashtu është, po kur e dëgjojmë dhe nga të tjerë ndjen atë. Po nuk e njofte Zotin tënd, normal që ka problem. Ka një koment që thot Hoxh, thot, visu thot,
A jemi afër kiametit? Kësaj do të japim përgjigjen temën e ardhshme, ose ashtu fundi i botës. Po do bëjmë edhe i pak në të dytë. Po ma peshum celularin, unë do të jem të flas vetëm këtu. Dakor? Se unë flas ti edhe pa celularin. Jo, vetëm unë flas me perde, vëllezër motra nderuar. Kthehem këtu dhe flas me vëllezër dhe me jo s'ka problem. Është pakt. Jo, po vetëm pash shef celularin, vëllezër motra flasin bash se moderatorin e ka zënë gjumi. Jo, vetëm një moment e ula se kam qejf që t'jenë edhe njerëzit me... Më duk më shumë se një moment, se është relativiteti që kemi folur. Einstein. Tani, që mos të dalim nga tema. Një ditë sa një vit. Vetëm Zoti e din, ky është hadith i pejgamberit për Dexhalin që nuk ka shenja të shkencës sot. Pra kjo tregoj që Dexhali ka kohë për të ardhur. Ky është hadithi i saktë që transmetoi pejgamberi jon. Në pyetjet që kemi përgatitur është edhe një tjetër që thotë do lëviz brenda ditës në të gjithë kohën. Po. Në të gjithë vendin, në gjithë tokën. E kanë pyetur dërgumi i Zotit. Ky Dexhal që pas sa këto fuqi të mëdha që ja ka lejuar i madhi Zot, se kanë pasi den vëlla. Domethënë, pse e trajtoj unë Dexhalin? Vëllezërit dhe motrat që na ndjekin e kanë dorë. Unë mund ta trajtoj dhe gjerë, mund ta trajtoj dhe konçize se e kemi trajtuar pak edhe vitin që kaloi. Prandaj ne zot bëhemi të mërzitshëm të përsërisim njëjtat gjëra. Po ka ca gjëra themelore që do t'i themi. Qofse na shkruajnë vazhdo, është për shembull historia e Ibn Sayyadit. Është historia që ato që përmbyten me anije, njëri prej tyre takon Dexhalin, ishte në atë kohë që profeti gëzohet kur ai thotë sy do të Medinë. Pra, ka shumë hadithe edhe ka shumë transmetime për Dexhalin. Por vëllezërit dhe motrat e dim vetë sepse duhet hapim dhe tema të reja, se kjo është një temë që jo vetëm nga ne, por është trajtuar përgjithsisht. Tani e kanë pyet, o i dërguari i Zotit, pra tu tregu pejgamberi alayhis salam gjona, tani vëllezërit e motrat që na ndjekin duhet ta kthejnë kohën 1450 vjet më radh. Do jetë i ditë si i vit, po për Zotin mos i kishim pa 1000 argumente, 100.000 argumente, mos ta kishin njoft pejgamberin, do e mohojshin çast. Çfarë thuaj dërguari i Zotit? Ne zgjohemi mëngjes perëndon dielli, lind prap, ti thu një ditë si një vit. Por ato nga që kanë pas shumë argumente dhe e kanë ditë që o pejgamber, e kanë ditë që këto gjëra po ja thot ai që e din të ardhmen. Prandaj kur trajtojmë Dexhalin ka dy përfitime të mëdha. Na kënaq neve se si mundet pejgamberi alayhis salam të shpjegojë për shkencën dhe modernitetin e sotëm dhe për të ardhmen. Shive, jemi në dy hadithe që nuk janë të kohës sot, megjithëse shkenca ka arritur shumë. Janë dy hadithe më të avancuar se kjo që po jetojmë ne. Fiks. Dhe e dyta, kush është puna e Dexhalit? Dexhali nuk ka lojë dhe kënaqësi si temë në syfyr në podcast. Ai di çfarë është Dexhali? Dexhali me mashtrimet e tij të shon përjetësisht në xhenem. Se kur ai ti thot botës, valla, që un jam Zoti, dhe nëse njerëzit do ta besojnë ato që do e besojnë, ti e di çdo thot besosh ti është Zot përveç Zotit vërtet. Shkon, futesh në shirk edhe dënohesh përjetësisht. Pra këto dyjat minimumi i fiton një person që dëgjon për Dexhalin. E para mrekullia si e ka shpjeguar kaq bukur profeti në një kohë që deveja ishte gjëja më e shtrenjtë dhe shkretira nuk mbinte asgjë. Subhanallahu, kjo është gjë e madhe shumë. Edhe është e çuditshme që çfarë thamë ditën e se tani dalun se ke parasysh na merr ai emocioni. Po shiqyr pra se për këtë punë po. Jo, po 5 minuta e kam se pastaj bi prap. Jo, se s'kam flet gjatë gjithë natës. Po ç'a ndodh? Thamë ditën e që ore pejgamberi Muhammed alayhis salam edhe Isai, thamë që këto dy dolën, ku e ke tretin zotri? Për 2000 vjet. Ishte Isai alayhis salam Jezusi para 2000 vjetësh, Muhamedi alayhis salam erdhi mas 600 vjetësh. Ku e ke 1400 vjet një tjetër? Po të them edhe një gjë tjetër. Ku e ke një libër si Kurani? Të lutem, ma gjen një libër si që muaj Ramazan po na kënaq shpirtin kur lexon. Isha për shembull tu lexu sonte. Ja po i ndaj vetëm 3 ajete. Wa samaa banaynaha bi aydin wa inna lamusiun. Unë ngrita qiellin me forcën time, unë e zgjeroj atë. Wal ardha farashnaha, edhe tokën e bëra si një shtrat, dhe unë e përgatita atë. Dhe çdo gjë e kam krijuar në çift. Pse mohoni? Fefirru ila Allah. A di çfarë është fefirru ila Allah? Fluturoni ke Zoti. Unë jam një qortues i hapur për ju. Çife, më gjej libër të lutem. Më gjej libër që të ketë përmbledh gjitha shtyllat e jetës, gjitha konceptet e jetës, njerëzit më të mirë të jetës, ligjet më të mira të jetës, konceptet më të bukura, psikologjinë, shkencën, historinë, moralin, lirësinë, bujarinë, fisnikërinë që e ndërton njeriu, personit që i zbriti që e praktikoi, nga një njerëz që s'dinte shkrim dhe këndim dhe ishte shkretir, ngeli personi që pa lindjelli përmendet 2 miliardë herë për shkak të devotshmërisë dhe që e ndoqi me rigorozitet Kur'anit.
Ku e ke Muhamedit dhe Kur'anin, ku e ke Jezusin dhe Isain? Nuk i ke më, pse? Se ishin të vërtet. Dhe me Muhamedin a.s. u mbyll vula e profecisë. Tani, ky pejgamber i madh na shpjegon neve për një figurë e cila në Bibël është antikrishti. Përmendet edhe në Dhjatën e Vjetër. Si përmendet në ëndrat e Danielit dhe në librin e Danielit, po jo me emrin as antikrisht, as dexhall, po person që personifikohet me të njëjtat gjëra që ka thonë dhe Isai dhe Muhamedi a.s. A i di pse? Pse e kam kërkuar? A do besojmë me argumenta, a do besojmë se u fik poçi, si thamë atë ditë? Se është turp tani. Sepse pejgamberi a.s. ka thonë, aq i rëndësishëm ka qenë puna e dexhallit dhe mashtrimi dhe që të fut në shirk, sa ka thonë çdo pejgamber ja ka shpjegu popullit vet kush është dexhalli. Dhe unë kam gjetë në gjithë librat që ka përcjell i Madhi Zot që çdo pejgamber e ka lajmëruar popullin e vet për dexhallin, po pejgamberi jon ka thonë do dali në umetin tim, se është umeti i fundit dhe do bëhet kiameti. Tani e kanë pyet se u zgjatëm shumë. Ti bëri pyetje shumë të mirë, jo të lutem. Thej që lëviz brenda ditës në gjithë tokën. Disa shkencëtarë dhe dietarë musliman, që për mua nuk më pëlqen ky lloj shpjegimi, thojnë avioni ose sateliti, ose rrjetet sociale, ose media. Mund nuk më jep të përshtypje. E para, brenda ditës në gjithë botën të lëvizësh me avion nuk shkon dot. E dyta, këtu është fjala fizikisht, nuk është ideja se nuk lëviz vetëm dexhalli, ashtu lëvizim gjithë. Ku do më na fut? Ke teleportimi. Do dalim te Sulejmani. Po jo, se kam lexuar një artikull. Dhe mora vesh sigur e fillova. Fjala në këtë rast, Zoti e din, as po bëjmë sikur e kam kuptuar unë. Po disa shkencëtarë dhe dietarë musliman përpara, pa dalë të reja të shkencës, kanë menduar që është kjo, dhe ato kanë pas shumë drejt se për shembull ka thënë Abdullah ibn Abbasi që të bukur. Një sahab tjetër tha i gjo për fen. Si çfarë edukate e mrekullueshme, sa i gjo, por nuk ja qelloi. Sa, domethënë ai kishte dëgjuar nga profeti atë, Abdullah ibn Abbasi kishte dëgjuar dhe versionin që e plotësonte. Dhe ai e tha, nuk i tha ai s'di gjë, ishte fjala për Abdullah ibn Umerin, e kupton, kokë e madhe dhe ai. Po tha, Zoti e mëshiroft atë person që ndalon ke ai dituri sa ka. Allah. A shive, ne sot për shembull, themu një gjë si hoxh, m'del mus, po për shembull hoxha tjetër e ka thonë keq. Po është ignorant. Ke, ha? Pa ku din ai? Tu stakfi, a ke pa ai profet që kemi fol neve të jetë mendje madh? Asnjë. Vetëm modest, vetëm i mirë. Dhe shi si tha, e mëshiroft Zoti tha, që ndaloi ka ajo që ka dëgjuar dhe e din. Pra sa i merr shpërblim, atë ka ditë. Por thamë kam dëgjuar pejgamberin që e ka thonë edhe këtë. Tani, pejgamberin e kam pyet drejt dhe i kanë thonë, si do lëvizi dexhallin tok? Domethënë, është fjala fizikisht. Dhe për mua është dhe një transmetim ke Imam Ahmedi në Musnedin e tij, që dexhalli do ta ketë një mjet për drite. Dhe ka thonë kush futet në atë mjet që do lëvizje njerëzit e afërt, transport prap kohor. Shef gjëra që nuk i kanë parë të tjerat. Ose domethënë një mjet, po themi jo burakun, po si buraku që lëviz shumë shpejt, ose e dyta teleportimi. Po shikoja që në atomet teorikisht në fillim fillos si teori, pastaj kthehet në praktik mas shumë eksperimenteve. Atomet është e mundshme ti zbërthesh dhe ti dërgosh në një distancë. E di ku është problemi që kanë dyshime? Në kohën që atomet zbërthehen dhe dërgohen në një vend tjetër dhe pastaj bëhen prapë siç kanë qenë. Thojnë, a do jetë i kopja e asaj që je ti apo do jesh po ti? Kjo është dilema madhe. Mendohet që në vitin 2060 kjo shkencë të ketë marrë formën e vet. Teleportimi, siç e bëri Sulejmani me fronin e Belkisës, tani po flasim jo vetëm sendet, po edhe njerëzit vet. Se ne jemi të gjithë ne jemi atom. Zbërthehen ato, futën në makineri dhe në sekond ti je në Amerikë. Dhe atje formohesh prapë si mesazhi që të vjen celular. Por problemi është, dilema shkencore është që a do jesh po ti, apo do jenë vetëm atomet që keti, po një kopje e jotja, edhe ti zhdukesh përfundimisht. Këtë është edhe rreziku i ndërtimit, atë të jetë më. Po themi nëse është makineria që e bën. Po flasim tani që janë gjëra që shkencëtarët janë dyshime, po është si teori. Dhe unë mendoj që kjo do të arrihet. Tani, ne do lëvizi në sekond ku dëshiroj në të gjithë botën dhe kjo nuk do jetë vetëm për dexhallin, qofse bëhet, kjo do jetë për gjithë njerëzit që lëvizin. Ka edhe filma shkencë që janë, që nga Matrix e me radhë, se kështu fillon kjo. Hollywoodi këtë orientim jep që mos i vi njerëzve për herë. Dhe pastaj mund të realizohet dhe fetarisht nuk ka asnjë ndalim. Do t'i thot tokës
nxirri thesaret e tua. Po, ka thonë pejgamberi alayhis salam, tokën ai e skanon. Tokën ai, nën tokën po flas këtë rast. Ai e ka të veten. Tokës ai do t'i thotë nxirri, vetëm kaq e ka. Kështu është përshkruajtur në hadith. Nxirri thesaret e tua dhe do të dalin thot thesaret nga toka si bletët që dalin nga kosherja. Me naft, me ar, me litium, me çfarë dushti, edhe me shumë gjëra që s'janë zbuluar akoma sot. Deri këtë fuqi sot ka filluar, ne e dim shkencërisht. Me anë të satelitit edhe me anë të dronëve të fuqishëm sot, po shikohet çfarë ka edhe nën tokë. Po sa më të preciz të bëhen, aq më shumë të studiojnë sa më shumë ka. Dhe nëse ti me anë të dronit ose satelitit e kupton ku është pasuria, thjesht s'ke nevojë të thosh vetëm dil, po fut punëtorët, fut makineritë dhe ti nxjerr thesaret, siç sot po nxirret nafta, ari e me radh, por ai e ka këtë një mjeshtri të vetën dhe ai thot thesareve dilni. Dhe kjo tregon, e di çfarë tregon një gjë tjetër. Tregon që ky do drejtojë si oligark botën, se nuk ka puna nxjerrni thesarin, po nxorë arin, po nxorë naftën ose gjëra të tjera që mund dalin në ta. Ti njerëzit nga mbrapa. Ka mbaru pra. Po, fillojnë domethënë kalojmë ke pushteti material. Këto njerëzit priren drejt pasurisë dhe vim tek ajo diktatura, se diktatura po si oshën fill dhe do vinë në formë mashtrimi. Dhe është interesante. Po tregojmë formën se si vinte në fillim. Është pastër fare një propagandë e liderëve kudo nëpër botë. Në momentin që fillon me propagandë, pra fillon butë, fillon mirë, i bën gjithë njerëzit për vete, pastaj avash i merr gjithë në pushtetin dorë dhe kalon në fazën tjetër. Thot, do t'i përdori djajt si nëna dhe babai dikujt dhe do e besojnë pastaj, pra kalojmë nga momenti që është si lider e gjitha, fillon tani na del edhe fillon na ndryshon etapën të njerëzit, na kalon në Zot. Dexhalli ka i gjë. Nuk ka turp të përdori asnjë gjë për qëllimin e vet. Ka i parim, makiavelist. Qëllimi justifikon mjetin. Qëllimi është që unë bëhem i pari tokës, dhe qëllimi është pastaj epshi dhe pasioni si faraoni, unë jam Zoti. A tha dhe faraoni, kur i shtypi gjithë njerëzit, ç'a të them tani, tha se këto gjithë më janë për ul, unë jam Zoti. Pra fiks. Edhe vjen vetë e natyrshëm, pse ne kemi thënë koncepti i demokracisë është koncepti sot që po sundon dhe ne jemi të perëndimit, prandaj e kuptojmë se jemi duke jetuar të lirë. Unë sot jam këtu dhe mund të shaj çdo politikan që duan. Është kështu apo jo? Po para 40 vjetësh shkojmë në burg, jo me shajt atë që ishte i pari atëherë. Po të thoje s'ka ushqim dhe s'kishe realisht, shkojsh në burg. Po të thoje Zoti i madh, shkojsh në burg prap. Kurse sot ne mund të flasim çfarë dëshirojmë, mund të mendojmë që teatri s'është i mirë, mund të themi që ky s'din ta bëj këtë dhe nuk ka asnjë konsekuencë. A ka demokracia probleme? Po se Zoti është demokracia? Ka gjëra patjetër që duhen të përmirësohen. Ne po flasim si koncept që njeriu është i lirë, e zgjedh parin vet. Kjo është gjë, Dexhalli nuk e zgjedh dot vëlla. Dexhalli i shtyp njerëzit dhe s'kan mundësi përveç se t'i thojnë Zoti jon. Kur i jep ai lek, ato ulin kokën. Kur si jep, s'kan ç'a bëjnë. Ky është Dexhalli. Dhe ne po flasim tani për pjesën që i nxjerr thesaret nga toka dhe bëhet një njeri shumë i pasur. Qofse ishte kjo pyetja, qofse kaluam tek pyetja, do t'i përdori djajt si nëna dhe babai. Po, tham që qëllimi justifikon mjetin. Për çfarë i duan atij djajt? Siç flitet pasaj në libra të tjerë për pakt me iblisin e me shejtanin. Ai gjindët dijen dhe shejtan që marrin forma ndryshme. Sulejmani i kishte të nështruar, a është kështu? Kurse Dexhallit ja bën shërbimin me qef. Po normal. Ky është ndryshimi. Pra, shejtan që u nështruan Sulejmanit ishte vetëm për atë kohë, ato janë tjetër gjë, ato janë të mbrapsht. Kurse Dexhallin ato e kanë kënaqësinë më të madhe ti binden. Dhe në përfshatra do shkoj. Dhe do t'i thot një person që e shef në dyshim. Tani njerëzit sot që po jetojmë ne mashtrohen me gjëra kot, jo me gjëra kaq të forta. Do t'i thot nëse babai ose nëna jot, këtë e ka thënë pejgamberi alayhis salam. Nëse babai, prandaj duhet i dim këto se mashtrohesh. Deli mashtrues atje me i kodër, del dikush atje si në qell, del dikush me i vend tjetër dhe njerëzit çuditen kur nuk kanë dëgjuesit. Dexhalli ka i gjë tash. Ta themi i gjë. Dexhalli është i përhershëm. Edhe me që s'ka dal, simptomat janë. Po. Ham kupton sa e bukur është. Ne, më fal, sa vjet ka që ka ardhur pejgamberi jon?
1425-50 vjet. A themi ne çdo falje o Zot, na ruaj nga zjarri i xhenemit? Na ruaj nga dënimi i varrit? Na ruaj nga sprova e jetës dhe e vdekjes? Po të katërtën çfarë themi? Na ruaj nga sprova e xhallit. Po ai s'ka dal akoma, po s'ka dal, pra po shenjat aty janë gjithmonë. Gjithmonë kanë dalë dexhall që kanë thonë unë jam lart, unë jam lidh me Zotin, unë jam Zoti, unë jam filani, unë kam lidhje të madhe, adhuroje këtë gjë, merre një kanatiere çoje se tecën begatia, lutju këtij varri se ky është i shenjtë. Koncepte të vogla. Kurse ky nuk vjen me varr. Ky vjen me burak. Ky s'vjen me varr e me kanatiere, ky vjen gjithë botën e lëviz mrena sekondit. Ky nuk vjen me varr, ky t'jep lek. Ky nuk vjen me varr, për shembull, se po e kaloj pak sa ti kthehem, ka thonë ka me vete, pejgamberi ka thonë, ka me vete xheneti dhe xhehenemi. Pra si me thonë të bukurën dhe të shëmtuarën. Xheneti aty është xhehenemi. Xhehenemi aty është xheneti. Është mashtrues absolut. Kur ta bën të bukur, po u fut aty mbarove. Kurse kjo që duket si demode, si e vjetër, e ke parasysh që luhet me këto terma dhe sot. Ti thua vetëm aty mos afrohem se nuk më kupton shoqëria. Futu aty do ta gjesh xhenet, ka thonë. Se po u ndryshuan aty natyra njerëzore, po ti tu duke bukur, epshi, pasioni. Sot po pi alkol. O zotri, më thuj vetëm një gjë, një të mirë të alkolit. Jo po s'ta them po është trendi, po zotrisht gjithë mjekët po thonë kanceri më shumë zhvillohet ka ato që pinë alkol. Po që I madhi Zoti qofshi se po kap këtë. I madhi Zot ka kriju 100 miliard neurone që të funksionoj truni. Ti pin alkol dhe nuk e ke trurin në vend. A kupton që tu bordhe? Jo, po është trendi se hecet me mod, nuk hecet me logjik dhe nuk hecet alkooli është smundje për organet. E dëmton, e shkatron, e ka ndalu I madhi Zot për të mirën tonë, se çfarë fiton Zoti nëse ne pim apo s'pim alkol. Kështu janë gjitha veprat. Ne themi për shembull Meriemja e ndershme. Meriemja nuk ishte për t'u bë pasionin meshkujve. Ç'po bëjnë sot meshkujt? Namin po bëjnë me femrat. I përdorin për masazhe, I përdorin në për pape, I përdorin gjithandej një pjesë e tyre për prostitucion, se e kanë leju veten të bëjnë pjesë e pasionit. Kur fol për Meriemen, një për shembull që s'është rrugë drejt ose dëgjon ose ja thoni shoqi që kanë dëgjuar podcastin, po ikëm me këto gjëra të vjetra tani. Le të kapim me lek të arrim dish. E di se më ngacmuar pak e di çka kam dëgjuar një arritje nuk duhet të ndalem, po thjesht për të kuptuar ndryshimin në këtij podcasti me realitetin që është jashtë. Nuk e di, nuk të ka rastis, po në një moment në një debat po flitej për prostitucionin dhe kjo që ishte në studio I thote, po mirë sa ti mori lekët Letuanezia, më mirë ti mori shqiptarja. Po pra, ishte të merr. Po s'ka parime. Domethënë, nuk është rruga e udhëzuar nga Zoti. Në fakt, po s'besove Zot, nuk beson që do dalësh përpara Zotit. Jo, po, m'fal. Mbas dexhalit je gjithë qef. M'fal, nuk beson Zot 1. Nuk beson botën tjetër 2. Nuk lexon 3. Nuk e din psikologjinë dhe socialitetin sa dëm e ka ajo gjë. Nuk I ke takuar ato vajza që e bëjnë këtë gjë. E ti shohësh se çfarë traumash kanë. Ti shohësh se sa keq I trajtojnë. Ti shohësh që I ka humb dashuria njerëzore. Nuk dashurohen dot me asnjë për t'u martuar, sepse janë mësuar në një rrugë të keqe, nga një I mbaruar tek një I mbaruar tjetër, nga një pasionant ke një vesaxhi. Dhe duke e parë në këtë prizëm, nuk I shikon asnjëherë dëmet që merr, po I bën shkurt. Kjo është I bie shkurt fare, pa shkencë, pa psikologji, pa I fut në punë 100 triliard neurone, pa Kuranin fare, pa botën tjetër, pa ditë për çfarë I kriju, dhe pa ditë pse ndodhi Big Bangu, dhe pa ditë ç'bën ky univers që na rrethon neve. Po, dalja nga roli kryesor I të qenurit nën. Pse normal, m'fal, pyet atë zonjën, kushdo që ka qenë. A e ke problem të jetë vajza jote? Kam qenë unë me një program kështu. Ishim të fol për prostitucionin, ama se s'ka problem, se janë të lirë, dritë kështu. Edhe u shlu situata. Edhe unë çfarë bëjsha? Unë isha I prapambetur në këtë rast. Se unë thojsha që vajzën ton, motrën ton, bashortën ton dhe nënën ton ta ruajmë moralisht. Ktu bin dakord gjithë. Kur folet për tjerët, thamë se s'ka problem se do I shohin me drejta. Do plotësojmë çik pasionet. Drejta. Edhe unë drejtova asaj liberales pa kufi. Po. I thash më fal më. Po ti jetë vajza jote, jo do të jetë vajza ime, e di unë çai bëj. Por çim po flet për vajzat e shqiptarëve tuaj? Pra, parë këtë prizëm, ne çalojmë vetë, gjithsesi nuk është kjo tema. E rëndësishme është që dexhalli do t'i marri djajt dhe do t'ia bëjë personit si nëna ose babai. Ai shumë është marifeti brenda, sa do t'i thot djalli I kthyer në formën e babait dhe të nënës, do t'i thot
ky është Zoti dhe këtu edhe atje ku kam shkuar që kam tek. Ajo është kapitullosh fare, po nuk e dite që e ka thonë pejgamberi alayhis salam, ose po nuk e dite për Biblës që është antikrishti, bjen viktim. Dhe ka dhe gjë të bukur. Besimi pa dije është dogëm e rrezikshme. Po. Baje mend të vëlla. Baje mend se këtë e thonë gjithë dietarët e Islamit. Besimi pa dije është dogëm e rrezikshme. Po, është konfliktual. Është kaotik. Nuk e mbron dot besimin. U lëret bërtet. Po. Mërzitet shpejt. Nuk ka argumente për t'i shtruar. Dhe kjo e kthen në problem. Dhe shisa thënie të bukur ka. Supersticionet sot drejtohen nga ignorantët dhe pasohen nga masat, ka raste edhe nga njerëzit që kanë kulturë. Supersticionet, varri, kjo, aty kishte dalë hije dhe masa shkon. Po ka dhe në një që është i dishëm, thos se njoh këtë fush, po shkoj dhe unë. Kjo është supersticioni dhe kjo është varri. Kurse thot Islamin e drejtojnë dietarët dhe e kuptojnë masat dhe adhurojnë gjithë Zotin. Është dallimi i madh kjo. Dietarët drejtojnë inma yakhsha Allah min ibadihi ulama ka thon Kurani. Njerëz që kanë frikë respekt real për Zotin e gjithësisë janë ato që janë dietar. Në një vend tjetër ka thënë shahid Allah, dëshmoi vetë Zoti që është një dhe një i vetëm, engjëjt e tij dhe poseduesit e dijes. Islamin e drejtojnë shkencëtarët, dietarët, njerëzit e dijes dhe masat kuptojnë aq sa kanë mundësi dhe të gjithë bashkë adhurojnë Zotin e gjithësisë. Kurse gjërat e kota është një tip i çuditshëm, zakonisht nuk krifet, vishet Zoti e di se si, edhe njerëzit nga që s'kan orientim, s'kan dije, mendojnë që po të jesh i bukur dhe të vishesh bukur nuk është e fesë, po të kesh makinë të mirë, po të punosh me djerë dhe të bëhesh i pasur, ky s'ka lidhje me fen, se ky për botën tjetër duhet ta lejë këtë botë. Nëse një njeri ka kulturë dhe është i sjellshëm, dhe është elastik, dhe është fani, dhe është fin, ky s'ka lidhje me besimin. Pra ai që beson duhet të jetë ose sipër në mal, gati duke rase nuk e mban ana, ose do të jetë një i çuditshëm që rrike varri. Ndërkohë që ne kemi folur në podcaste që Islami në kohën e Sulejmanit, qytetërimit ka qenë numri 1 në botë për shkencën, për gjithçka, domethënë dhe diferenca midis i dhujtarisë që kishte Belkisa me diellin dhe Sulejmanit që besonte në Zot ishte si nata me ditën për sa i përket shkencës dhe gjithë. 456 herë në Kur'an përmendet dia. 5 ajetet e para fjala dia përmendet 6 herë. Kështu që ka mbaru me 10 me qindra hadithe të pejgamberit flasin për dijen. Atëherë kur djajt i thonë ky është Zoti, për shembull na thonë neve që e njohim Islamin, duke ecë dhe deli shejtan bëhet si gjyshi jon. Që ka vdek. Thot është filani përmendi emër. Ne gjithë musliman që na dëgjojnë neve, po që edhe kanë kulturë fe, i gjokan. Eudhu billahi minash shaitan. Kërkojnë mbrojtje për Zotin nga shejtani, ikën vetë ai. Siç na del për shumë nëndër ose diçka që kuptohet që ka. Si çka ka thonë gjë për Dejallin? Thot Dejalli pejgamberi alayhis salam, Dejalli do vi dhe do thotë un jam Zot. Dijeni se Zotin e juaj nuk e shikoni derisa të disni. Mbaroi. Deshme pa, po një që matematik. Po një që e njeh historinë e Musait, se pa Musa alayhis salam. Do e shohësh ti pa lidhje? Fiks. Do shohësh Dejallin, do simbolizosh Zotin e gjithësisë nëpërmjet Dejall, sado që ai të ketë fuqi për të sprovuar njerëzit. Dhe ne i themi të gjitha këto që musliman dhe muslimanet e ndershme të shpëtojnë nga dexhallet e vegjël, sa disi ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do vinë 30 dexhall derisa të vijë i madhi. 29 janë mesatar dhe të vegjël. Prandaj ne lutemi për çdo namaz për dexhallin, për të madhin nëse arrim, po ka dexhall të vegjël sa dush, çdo gjë simbolizohet me dexhallin e madh. Edhe ka thënë pejgamberi alayhis salam, do t'ju themi gjë, thotë se çdo pejgamber ka lajmëruar popullin e vet. Unë do t'ju themi gjë që pejgamberët e tjerë nuk e kanë thënë. Një nga sytë e tij e ka të verbër. Kjo është, domethënë, Zot me sy të verbër do të jesh i çuditshëm me besu. Ai mendohet nga dietarët do luaj një marifet. Do thot syrin e kam blloku, se do e bllokoj. Se lotët e mi s'kan rreshtur për mëkatet që keni bërë, kam ardhur t'ja u fal ato. Është artist në këtë aspekt. E kupton si e gjen? E kupton ç'a mashtrusi? E kupton ç'a situata vjen? Edhe atë që është, e kemi folën e këtë. Edhe kur është situata jo në favor, ç'a bëjnë? E kthejnë në favor. Edhe kur është situata e zezë, e bëjnë të barë. Kujtove një pseudofetari, një sekti. Ishte shumë i shnosh edhe thotë, e shikoni këtë bark, thotë.
Thot kaq të modë. Thoshin gjithë xhamoti, po e shohim. Ky thot o rrit prej mëkateve tuaja. Në rregull. Edhe gjithë qajshin. Jo mirë ka thonë, do psoni. Jo tek shallafin që ka stili Dejxhal vetë gjithmonë. Po përveç kësaj është ustan të tjerë. Sot në fal. Kështu që ne vazhdojmë se ta kthejmë pak serioze. Tani kemi arritë te djajt që flasin emër nonës dhe mashtrojnë shumë në këtë mënyrë. Momenti I fundit kulmor I Zotit është që ringjall dhe Dejxhali bën hapin më kulmor. Kulmi, domethënë ky është për të vërtetuar që unë jam Zoti. Dhe thot djalin e ri që e vdes e ringjall. Tani çka kemi ne një gjë që s'na ndahet nga geni jon. Dëshira për të jetuar përjetësisht. Fiks. Pse? Jo, do t'jap argument. I thot djalli shejtani Ademit. Ma nahakuma rabbukuma an tilka shajara? Nuk ju kam ndalu Zoti këtë pemë që ju të hani prej saj, illa an takuna melekejni aw takuna min al-khalidin. Përveç se të bëheni në nivelin e engjëve ose nuk do ai që të jeni ju të përjetshëm. Dhe këtu gaboi Ademi kur ju përmendën këto dy elita e lartë e engjëve dhe që të bëhesh I përjetshëm, Ademi bashkë me Hawa bën gabimin. Dakor? Ku që grepi ishte ke përjetësia. Joshja më e madhe, po të shikosh sot, shkrimet, shumica e shkrimeve shkencore janë. Në fillim është afat shkurtër zgjatja e jetës, dhe afat mesëm, afat gjatë është që njeriu të përpunohet trupi njerëzor, ka variante nga më të ndryshme, ka dhe variante të çmendura që janë të çuditshme, që duhen lexu, sepse ai që ka dije nuk trembet për asnjë gjëje, deri ke ato që neuronet që ka personi, ti kalosh të gjitha të kopjuar në kompjuter dhe pastaj ti jetosh brenda kompjuterit edhe s'ke nevojë për trupin. Ka avatar pastaj si kuptim, po një nga ato që është më konkret është qeliza, që stopohet, pastaj kthehet dhe rinohet. Kjo është sfidë që e ka shkenca sot dhe këtu s'po hym ne tani se a është lejohet kjo as lejohet, do bitë edhe domi se nuk është puna jonë. Me zgjat njeriu jetën aq sa e ka caktuar Zoti dhe me pasët e kualitative kjo është për Islamin dhe jetë cilësore. Ta mbash veten, të jetë cilësore, të bësh analizat sa më shpesh. Siç është trupi amanet. Të ketë aparatura që s'ke nevojë të marrësh atë, po mundet me një aparaturë që ta kontrollosh trupin tënd. Kjo është amanet dhe është shpërblim. Është shpërblim. Dhe tani një nga gjërat që duhet të arrisë bota është që njeriu të ketë fizik, jo se s'vdes, por fizikisht ta ketë në kontroll veten, që mos vdesin siç vdesin sot nga infakti ose nga kanceri, këto do bëhen të harrueshme mas 20-30 vjetësh. Mund dalin smundje të tjera, po do kontrollohet trupi aq mirë, do monitorohet qeliza 10-20 vjet përpara që edhe nëse ke tendencë për një smundje, atë ndërhyet direkt në qelizë dhe nuk të vjen smundja fare. Edhe kanceri është një nga këto, sepse ajo I ka predispozicionin qeliza. Kurse kur shfaqet pastaj që deformohet, aty ka arrit pastaj që është kritike. Po nëse kapet me anë të aparaturë 5 vjet para, okay, kanceri është si një virus I vogël që kalon me antibiotik ose me gjëra të vogla. Tani, një djalë I ri, tregon pejgamberi, deri këtu ka shku. M'fal më zotri, 1450 vjet. Ku e ditë profeti që shkenca ta vej këtë përpara, do thotë duhet ta bëjmë njeriu që të jetojë sa më shumë dhe t'ja rregullojmë mundësisht qelizën që mos të degradojë dhe të jetojë njeriu. Mos të njihet më plakja kështu siç vjen, po të jetë gjatë. Të bëjmë ne se këtu pastaj do futemi ke Nuh alayhis salam. Pse Zoti e jep që ka jetuar shumë. Kjo është temë tjetër pastaj. Shifë çdo gjë, thonë njerëzit thot Zoti që 950 vjet Nuh alayhis salam thirrin Islam, është kështu? Po pse e futi thonë? Po ta shofësh 1450 vjet, neve kur është lexu ky ajet kemi thonë po mima këto që jetojnë sot ka 80 thonë po le ka jetuar njeriu kaq shumë. Kuranin e paragjykove, si teori shkencore e ke vënë me jetu shumë. Po, e beson. Dhe thot, dhe nuk e ka jetë kuranor që thotë, ju do dëshironi të jetoni. Jetoni dhe 1000 vjet. Pra. Është tendencë, jo ne. Pra, tek tendencë për të rikthy tek origjina. Ne tham, përjetësisht Ademi alayhis salam u gënjy. Pra nga ajo që u gënjy ishte edhe kjo gjë. Tani Dejxhalli ose mund të themi shkenca ka arrit deri në këto nivele në kohën që Dejxhalli ndikon. Dejxhalli nuk është shkencëtar. Dejxhalli është mashtrues. Shkencëtarë janë ato sot që po e çojnë botën përpara. Shkencëtarë janë ato të cilët sot po shikojnë biologjinë sintetike. Shkencëtarë janë ato që po bëjnë sot, kur kanë sot njerëzit një pyetje, një diçka, shkojnë ke ChatGPT. Ato janë shkencëtarë. A di çfarë është ChatGPT? Është ndryshe nga ne, a di për çfarë arsye, se brenda memorjes vet ka gjithë librat e botës janë programuar brenda asaj.
Gjithë njerëzit më u bashku bashkë nuk e kanë atë dituri. Kaq është, ky është zhvillim, kjo është e mirë. Kurse ai nuk është shkencëtar, ai do ta shfrytëzoj. Ç'është Dexhalli në kuptimin bashkëkohor? Njeriu android. Si do villa? Do eci robotika. Pra robotët do bëhen si njerëzit, do shërbejnë, do bëjnë me radhë. E dyta do eci ChatGPT-ja edhe AI, inteligjenca artificiale. Tani njeriu do jeti kujdesshëm dhe kështu do shkojë. Kjo është teoria më e saktë që thonë shkencëtarët. AI dhe robotika do ta ngrenë njeriu dhe do vi njeriu android. Njeriu android do të thotë që është vetë i lidh njeriu me këto libra edhe me internetin do t'i ketë memorien e vet. Dhe Dexhalli prandaj është aq shumë i dijshëm, se është i lidhur direkte me gjithë literaturën e botës, në gjithë historikun botëror. Unë pa jap një vizion se si nga ato që kam lexuar, ky quhet njeriu android, pra njeriu i lidhur me kompjuterin, njeriu i lidhur me internetin, dhe ne s'do lejmë që inteligjenca artificiale të zhvillohet aq shumë sa pasaj na kthej neve në evolucion. Të bëjmë ne si relike të kaluarës. Jo, do ta përdorim atë për të zhvilluar ne. Edhe do më kujtosh. Mas 5 ose 10 vjetësh. Kirim pak sa djalë i ri që vdes deri në gjallë, si ndodh kjo? Shkon edhe një njeri i devotshëm i Medinës, në Medinën e pejgamberit alayhis salam. Dexhalli nuk ka mundësi, e ka botën brenda ditës ku dëshiroj 2 vende si shkeldat. Është i vetëdijshëm për këtë. Mekka dhe Medina. Nuk hyn aty, nuk i është leju. Por mundet ndikoj nëpërmjet tërmeteve që i krijon. Do ta dridhi 3 herë Medinën dhe thotë do dalin njerëzit që nuk e kanë fenë e plotësuar prej saj. Edhe ato do sprovohen. Do shkojnë nga Medinja e pejgamberit ke Zoti i rrejshëm. Ku flasim për Medinën, ë? Për Medinën e pejgamberit do t'i japi 3 dridhje të fuqishme si tërme, se vetë nuk hy fizikisht dot. Dhe do t'i japi 3 tronditje që njerëzit që nuk kanë besim shëndosh do dalin dhe do ta adhurojnë atë. Pra do humbin. Ato janë njerëzit thotë që e kanë bërë pis Medinën, thot pejgamberi alayhis salam. Në kohën që bën gjithë këto fitne, një djalë i ri, një kolloz i madh, që se ka problem me vdek dhe e di që i ditë do t'i vijë ajo, shkon dhe don t'i lajmëroj njerëzit dhe t'ia thotë në sy Dexhallit që kush je ti. Zguxon njëri kollaj ta thotë. Dhe në kohën që niset të kapin ushtria, policia, dhe e shohin që ky është me tjetër mendje nga e përgjithshmja, ai ishte Zoti, dhe disa për tyre thanë vriteni se ky po shkel ligjin, ky thotë nuk është Zot, se do vehet me ligj ajo. Disa thonë si mund ta vrisni ju atë? A nuk ju ka kështu është tekstualisht hadithi? A nuk ju ka thonë Zoti juaj? Dexhalli si këto njerëja i verbër. Po ka qajt për mëkatet i shkretit dhe i është smut syri. Kupton ç'a bëhet? Dhe këto tani tekstualisht thot pejgamberi, është në fazën kulminante që njerëzve i ka thonë un jam Zoti juaj dhe ato e kanë pranuar. Thonë pa, na ka thonë Zoti që nuk duhet vrasim asnjë pa e dhënë lejen ai. Dhe ai nuk e ka problem me dhënë lejen se çdo gjë është fragment sekundi. Dhe e lajmërojnë dhe vje personalisht. E teston këtë djalë të ri dhe ky mësyt gjithë dhe fillon t'i flas. Për ty na ka lajmëruar pejgamberi alayhis salam, ti je Mesihu Dexhal, ti po i mashtron njerëzit, Zoti i gjithësisë nuk je ti, Zoti i gjithësisë është ai Zoti i Ademit, Zoti i Nuhut, Zoti i Ibrahimit, Zoti i Musas. Kur Musa alayhis salam se pa Allahun, kush je ti që ti je Allah? Musa nuk e pa dot. Pejgamberi alayhis salam do t'u thonte në Miraxh për t'u afruar dhe nuk e pa. Tha, a e pe Zotin o i dërguar, tha, nurun rej, dritë të madhe kam parë. Dhe mërzitet shumë, ka i ves Dexhalli, edhe vesin e ka tregu. Kur mërzitet, nxehet pa mas. Mendje madhi, shumë i madh është. Biles dhe kur del, mbasi e ka filluar situatën ta krijoj, del nga që mërzitet. Po u mërzit bën lëvizje të pa kontrolluar. Dhe këtu mërzitet aq shumë sepse e dëgjojnë dhe tjerët dhe thot pejgamberi në hadithi sakt, e ndan këtë person në dysh. Pra e vret. Ha? Se tani ka edhe anë figurative, po e godet dhe e vret në sy të gjithëve. Dhe i thot, unë ju kam thënë që jam Zoti, që jap jetë edhe që jap vdekje. Qofse unë ngjall, a keni në i pik dyshimi që unë jam Zoti juaj? Tu është në kulmin e. Tu është në kulm. Sa lundë me jetën e njerëzve. Dhe ato një zëri thonë, jo, ne jemi të bindur, po edhe më shumë do të bindemi. Dhe thot pejgamberi alayhis salam e ngjall djalin e ri. Disa dietar janë munduar ta interpretojnë, por transmetimi është kështu i drejtë për drejtë.
Dhe ne e dim që një nga perspektivat shkencore është kështu siç përshkruhet aty. Dhe kjo do vi duke u rrit, sepse është joshje e madhe për jetësia që njeriu mos vdesi nga gjërat që vdes sot. Dhe e ngjall. Dhe imagjino çfarë adhurimi, imagjino çfarë psesim, domethënë kur themi për gjëra kot I ndiqen njerëzit, imagjino për çfarë po flasim tani. Prandaj ka thonë nga Ademi derisa shkatërrohet kjo botë, s'ka fitnë më të madhe dhe problem më të madh se sa Dexhalli. E di çka ka thonë për muslimanët? Ka thonë po erdhi Dexhalli mos I dilni përballë. Kanë thonë dietarët kush e shef që nuk e ka besimin e plot mos t'i dali, se pejgamberi ka thonë do t'i dalësh si besimtar për t'i treguar dhe fen dhe do e ndjekësh me të madhe atë. A kupton sa problem është? Aq gjëra kanë dorë, aq mashtrime bën. Dhe ai situata krijon sa ti nisesh si besimtar I sinqert dhe të prishet zemra gradualisht dhe pastaj bëhesh pasuesi I atij. Prandaj ka thonë pejgamberi largojuni atij. Përveç niveli si ky djalë I ri. Mbasi e sjell në jetë, tani a si mund ta kuptojmë kjo si përket kohës tonë? Kjo është si hadithet që folëm fillim. Kur të evoloj shkenca ne do e kuptojmë dhe njerëzit asaj kohe do ta shpjegojnë tamam këtë hadith. Ne po jemi duke tregu aktualisht për vizionin ku po shko shkenca dhe asaj që ka fol pejgamberi. Nuk është nder që Zoti na e mundson sot që është perspektive e madhe shkencore që ne ta shpjegojmë këtë hadith. Ky hadith ka qenë bela e madhe para 50 vjetësh. Një hoç ka pas turp me thonë. Siç ka qenë bela e Milingonës, siç ka qenë bela që thyen, e pastaj siç ka qenë bela e Mizës që është ke pjata e gjellës. Është bela e madhe para 50 vjet, para 500 vjetësh? Jo. Dë burgos që thoshin me shiçmend. Thash pra si do e shpjegosh podcastin para 500 vjetësh. Po, do ishte I çuditshëm. Do tallesh njerëzit do të zbesojmë. Dhe e ngjall. I jep jetë. Dhe gjithë ato në kam, duke e madhëru, duke e lavdru ti e Zoti. Dhe Dexhalli afrohet, I thot këshej, shu është transmetimi saktë. Thot, tani si I thot, po ti çfarë do thush? Tani u binda thot, që ti je ai që na ka lajmu pejgamberi alayhis salam. Mbas kësaj thot, çdo gjë për Dexhallin kalon regres. Subhanallah. Mbas kësaj që boni, kur se robit kur mendon se po arrin kulmin, aty ka rap, dhe Zoti I gjithësisë mbas kësaj e çon gjithmonë për poshtë dhe jo shumë larg mbas kësaj. Mbasi shikur vje Isa alayhis salam. Kjo ndodh se ne kemi treguar podcast si historia përsëritet. Atëherë kur kanë menut diktatorët e njerëzit që arritën kulmin, aty I ka vrana I familjari vet, aty kanë pas probleme, aty ka dalë mbretëri më e madhe, aty kanë lindur sherret edhe problemet. Përse është shpreha e madhe fare që thuhet çdo gjë, domethënë kur trashet forcohet përveç zullumit. Kur trashet putet. E ka arrit shumë të madh dhe Zoti është I dhëruar shumë se njerëzit po e adhurojnë atë si Zot. Kjo është merr I madh. Zoti ne e dim që shirku nuk e don. Këtu muslimanët që ndigjojnë për Dexhallin dhe e njohin janë sigurt. Prandaj ka thonë lexoni 10 surat, 10 ajetet e para të surës Kehf edhe rini të qetë. Tani këtu fillon regresi. Dhe me thënë drejtën, Zoti këtu është I dhëruar dhe I zbret atë. Për shembull kur Omeri ka dyshuar për njërin që ishte Dexhalli në kohën e pejgamberit alayhis salam, ti e di çfarë tipi ishte Omeri? Ka thonë, ja pasi shenja, kështu dhe I tha, dërgumi Zotit, mos o Dexhalli, t'ja prej kokë, që mos t'kenë bela të tjerët, ka thonë, Omer, e para ajo nuk është e vërtetuar, e dyta nëse është ai që se arrit dot, I vetmi që do e vras atë, është Isa I biri I Merjemes. Pra asun vetë. Po s'pohet fjalë, po pejgamberi I ka thonë shokëve të vet që mos u friksoni për Dexhallit, se sa t'jem unë, ju dal garant. Nëse unë kam ndru jetë, dilini garant gjithë secili vetes vet. Ku pyet ai për Dexhall, nuk pyeste pejgamberi sallallahu për Dexhall. Prandaj ai zguxoi, edhe nëse atëherë ka qenë sipas disa ideve që ai ka jetuar një kohë gjatë, po kjo I përket I temë tjetër dhe ne nuk e marrum plotësisht, po inshallah temës që vjen. Jo, se shkoi goxha. Jo, shkoi goxha dhe do të doja në 2-3 minutat e fundit vetëm se jemi në këtë vazh që shkon edhe te pjesa e saj. Do t'i thotë reve sillni shiun dhe tokët. Unë themi gjë tjetër. Duke qenë se nuk e mbyllëm dot, më mirë pjesën e fundit të Dexhallit, ardhjen e Isait dhe jo xhuxhul me xhuxhut, po desh Zoti e mbyllim nesër. Okej. Unë kështu mendoj.
Se duke qenë dhe natë teke, ndoshta Zoti na frymëzon dhe më shumë. Atëherë vetëm a mundemi atëherë me njerëzit, se kam shumë interesant, kam një pyetje shumë interesante. Po. Selamin nga na shkruajnë dhe ku i kanë fal namazet në përgjithësi me xhamijat. Nëse është e mundur, te kush xhami keni fal taravit ose namazin e natës. Po. Do ishte shumë interesante, për shumë me ditë se aty kuptojmë edhe shtrirjen për shembull të xhamive, të komuniteteve nga na vjen selami. Për sa është sabau? Për sa kur del sabau sot? Për i gjysë ore, mashallah. Inshallah Zoti na ka dhënë shpërblim. Amin. Nuk e dim vëllezërit a kanë dalë sot për 25 deri para namazit sabahut, ka një kështu ka një Allah i martov gjithë beqarët. Amin. Mashallah. Bëjnë dua. Zoti inshallah ja mundson. Vini kena kështu, mashallah. Ja 2 singull kemi këtu. Jo, tjerët janë martuar. Ndoshta duke fol ne mund të ketë pas një dialog këtu, thot një a ka ndaj dua për shkatrim të magjisë dhe sehireve, edhe a ka ndaj dua për martesë djem dhe vajza, inshallah ndash Zoti. Po kjo nuk është faqja e duhur për të martuar, kështu që Zoti ju begatoft. Selam thot një tjetër nga Tirana. Sultan Pizzeria, ka ndaj Sultan Pizzeria? Apo ka si faqe kështu. Po se apo kur hap picë ndje vjetën Sultan, ndoshta se nuk e di të ketë në Sultan Pizzeri, po pati Zoti ju rujt. Thot Tomoshiu, moderatori nderuar, jo ka ardhur ndonjë selam nga Kina, ende jo, për ndryshe Yasir Hasani lu futboll me një ekip në Kinë. Fakt Yasiri nuk lu në Kinë, lu në Kore. Po ty nga që i shef gjithë me sy të vegjë, mendon se gjithë janë kinezë vëlla. Kemi nga Zvicra, nga Vushtria. Allahu ju shpërbleft, amin, edhe juve selam e vin, Allahu ju rujt. Tani këtu do japësh një këshill si vis, thot njoni. S'pe atë lexoj emrin, thot. Allah të shpërbleft hoç, thot, na kënaqë zemrën. Jam në punë në ndrim, thot. Po. Për turnin natës, thot, në një spital në Gjermani. Harrova pacientët duke dëgju ty. Jo, valla, jo, Zotit falë të vllajtëm, po. Jo. Një thot, si dritin kur do e ftonin në podcast. Si driti kur do i vetë le të vi, vetëm si driti s'ka nevojë për ftesë. Nga Gjeneva na thoti vlla. Tani Zoti ju pranoft në namazin. Tani për të kuptuar se sa të vëmendshëm janë njerëzit. Po valla. Po ai kolegu juaj që ishte smur djet, a është më mirë sot nga gripi? Zoti ja shpërblet. Subhanallah, e çuditshme. Bravo. Ai Duararti. Ka... Si e kam vënë emrin, Duararti që u buna 2 ditë pa macchiato në mes. Ai ka filluar gjilponat, se ka pasi çik gripin e rënd, po shiqyr Zotit, besoj me ato do bëhet mirë. Zoti e shëroft. Zoti i shëroft gjithë ato që janë smur, edhe inshallah minimumi derisa të mbaroj. Ejde thot selam të ravit, thot i kam falë në sukt të ri, thot Allah në i pranoft. Mashallah. Një tjetër thot kur do flisni për Mediun, si triti thot këtu jam. Ku jem, va mos jem qef këtu mrapa, se këtu s'shofim, po je në shtëpi. Në xhamia, ku je? Mashallah, Zoti e begatoft. Edhe na bashkov gjithmonë për të mira. Subhanallah, dhe i tjetër thot, do unë jam po një temë për Xhebrailin do ta marrim se e kanë kërku. Inshallah, jo, është kërku shumë. Të marrojmë me nesër inshallah me Isain e me Yajuj el Majuj, e me Dejjalin pak. E pastaj inshallah Zoti bereqet. Mashallah. Është 2500 jam unë tani. Unë jam 1100, gjatë gjithë kohës kam qenë 1500, 1600. Gjatë gjithë kohës. Unë them se është duke ardhur koha e sabaut. Edhe vëllezërit e motra duhet na mëshirojnë çik vëlla se u lodhëm. Një orë nuk ka pak. Flasësh, po inshallah na i paguni madhi Zot. Edhe kush ka mundësi të dyja namazet, thot dikush që namaz xhamia namazjas. Ky është mesazh. Mashallah, jo se na bëhet qefi, po na ka lavdruar çik më shumë se ç'e meritojmë. Power
Gresa thot, o margaritar të dijes, na e boni Ibrahimin a.s. si tem. O margaritar të dijes, na boni Ibrahimin a.s. si tem. Edhe kjo është e bukur, e Ibrahimi. Pa Ibrahimi është Musa me Ibrahimin, unë se di si na iku Ramazani, pa i trajtu se janë ajkës besimi. Po ne kemi që futemi për të bërë një temë, po edhe zjasim, po. Tjetër, a mund të është në thot dikush thot në një alternativë, thot vitin tjetër thot pse nuk e të bëni podcastin xhami live thot me rini thot dhe me njerëz që mbledhin të thënë vllai po jo më jo po ka i gjosin po mirë po unë të rripa i mosh përblimet du më meq ka puna. Jo, po podcast thot të ketë edhe të ri aty. Jo, është e bukur, po nuk e di organizohet, ajo është shumë e mirë. Ma është e lezetshme dhe edhe duhet me pa dhe pak të mirë, për shembull, sepse ajo të frymëzon. Përveç ne që bisedojmë me njëri tjetrin, por kur janë një grup të rish, patjetër që ajo të fut në një tjetër ide, po Zoti ja shpërblef, a jemi gjallë ne deri. Inshallah deri vitin tjetër, ajo është e mirë të pjesa e akshamit, që edhe njerëzit e me rininë me të gjitha, pse jo dhe me pyetje përgjigje, mund të kështu qenë me nivel tjetër, kurse kjo e mjesit, kjo është tamam, pse gjithë njerëzit janë tu pi kafen ose janë duke prit atë. Inshallah, me Zotin para. Jemi të kalojmë këtë Ramazan, dashti i madh i Zot, të na pranoj Zoti Ramazanin, se Ramazani është baraz me xhenet. Ti me shnetësi e herë. Inshallah, mirë duket më. Tani ti kishe flet pak, unë s'kam flet sonte. Jo, e bune ka pa jo është gjumë, më thon drejtë. Inshallah jam me Zotin para, mirë. Mashallah. Se dhe aktivitetet kanë veten, po edhe nata ka të veten, tani janë natë ibadetesh, Zoti është përbleft që kanë qenë vëllezërit e motrat me ne, se dalin falin një pjesë namaznate, kthehen, janë të lodhur, një pjesë ikin punë dhe prap ne na ndjekin, e inshallah s'po i ngarkojmë më shumë se ç'duhet. Atij vllait thuaj që mos tiki pacienti se po të vdes në një, po po lëna i shiring mangut e po na fut një gjinaf tu majt podcast. Tani janë në momentet domethënë të fundit, vetëm do të kisha dashur që kush mundet, mund të t'i bëj share, ta shpërndaj. Dhe gjithë qëllimi është që të marrim sa më shumë shpërblim të Allahut, ju që e shpërndani, ju që e dëgjoni, edhe neve që mbajmë podcastin në mëngjes. Them fjalën e fundit. Që 117 share, hajde ta çojmë 200 edhe mu më mjafton. Bismillah. Më kënaqet shpirti kur flasim këto tema. Pastaj tjerat që secilit nga ne ka sevapin e shpirtit vet. Po për Zotin, inshallah Zoti na ka qujt këtë përmendje të Zotit se është gjoja jashtëzakonshme. Çdo sekond është bekim. Kështu që e mbyllim valla. E mbyllim. Zoti ju shpërbleft. Ky ishte podcasti për kësaj radhe. Shkojeni 126 share, çojeni deri në fund që kur të jemi neve duke fal sabahun, më së sabahut të shohim mbi 200. Allahu ju ruaj, agjerim të letë të pranuar, shihim podcastin e radhës. Zoti ju shpërbleft për gjithë ndjekësit dhe për ata që do na ndjekin gjatë ditës. Amin. Selam aleikum. Aleikum selam.